Pikërisht zotri Hamza, pra duke afruar sërish zotrin Ladrovci, pra duke bërë ashtu që të mos edhe në një farë forme edhe të mos humbasin vota, sepse dihet edhe impakti i shumë figurave në qytetet prej nga vijnë, pra mund tjetë e njëjta situata apo ndryshon? Besoj që ndryshon dhe unë në vështrimin tim e shoh që zoti Limaj mund të kthehet në Partinë Demokratike, ndoshta në një situatë kur Partia Demokratike e Kosovës të udhiqet nesër nga zoti Katri Veseli ose zoti Hashim Thaçi. Sepse sot Fatmir Limaj po të shkon në Partinë Demokratike të Kosovës, ai mund të shihet më fuqishëm se sa vetë kryetari aktual zoti Hamza. Prandaj ky dualitet mund të krijojë aty pakënaqësi dhe mund të krijojë përçarje. Prandaj nuk besoj që guxon dikush që ta bëjnë një ndërmarrje të tillë. Megjithëse letra e zotit Limaj, të cilën lexova, ishte shumë fine, ishte shumë dashamirëse dhe nuk kishte të bënte asgjë me potencën politike që ai mund të ketë ose ashpërsinë që dikush mund ta besoj që ai mund ta bartë aty për shkak të kaluarës së tij historike në partinë si themeluesi i saj. E qartë, dhe mjaft mirë e shpjeguar zotri Gojnovci. Flasim pak edhe për aleancën për ardhmërinë e Kosovës.